Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk duhet të hani kurrë sheg nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Shega është e pasur me antioksidantë dhe sipas studimeve të shumta ndihmon në luftën kundër sëmundjeve të këqija, diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, në disa raste specifike mundet që të ketë pasoja negative, të cilat do t'i gjeni të shpjeguara në këtë video. Mund të shkaktoj alergji. Alergjit janë një nga efektet anësore më negative të shegëve, ndonse të rralla ato janë të rrezikshme për jetën. Simptomat kryesore janë kruajtje, ëndje, dhimbje në stomak dhe njëkohësisht acarimi i fytit. Në disa raste mund të shoqërohen me vështirësi në frymëmarrje, ëndje në zonën e fytit dhe gjuhës dhe shok anafilaktik, gjendje kërcënuese për jetën e cila vjen si pasojë e një reaksioni alergjik. Mirë, po çfarë të bëni në rast se përballeni me alergji? Si fillim ndaloni së ngrëni shegët. Duhet që të kontaktoni mjekun, por paraprakisht merrni disa masa të thjeshta. Nëse simptomat tuaja përfshin një gjendje të acaruar të lëkurës, mos e ngacmoni zonën, mos e lani me sapun ose ujë, pasi mundet që të shkaktojë edhe irritim. Butësisht mund të aplikoni një vaj lëkure i cili ndihmon në mirëmbajtjen e lagështisë. Mbani veshur rroba prej pambuku. Mund të shkaktojë një reaksion nëse bie në kontakt me disa barna. Një efekt tjetër anësor i shegëve është bashkëveprimi i rrezikshëm me ilaçe të ndryshme. Ndaj duhet gjithmonë që të këshilloheni me mjekun nëse mund të konsumoni sheg teksa merrni edhe barna. Mund të ulë presionin e gjakut. Studimet kanë treguar se shegët munden që të ulin nivelin e presionit të gjakut dhe ky është një lajm i mirë për shumë njerëz. Megjithatë, për personat të cilët kanë luhatje të pakontrolluara të nivelit të presionit të gjakut, këshillohet që të mos konsumojnë sheg. Po kështu, shegët mund të sillin probleme edhe gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale, ndaj shmangni të paktën 2 javë para një operacioni të planifikuar. Mundet të shkaktojë alergji gjatë shtatzanisë. Nuk ka mjaftueshëm studime në raste të tilla, megjithatë, në qoftë se jeni ndeshur më parë me reaksione alergjike, këshillohet që të shmangni shegët gjatë shtatzanisë. Mirë, po përveç kësaj, shegët janë një nga frutat me përfitime më të mëdha shëndetësore. Në mitologjinë e lashtë, shegët konsideroheshin si një frut i shenjtë i cili sillte fat të mirë. Sot ato njihen për shumë përfitime shëndetësore. Shega është e pasur me antioksidantë polifenol të cilët luftojnë molekulat e paqëndrueshme që mund të dëmtojnë qelizat sipas nutricionistëve. Gjithashtu përmban antokianina, të cilat sipas nutricionistëve i japin ngjyrën e kuqe shegës dhe ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe në parandalimin e sëmundjeve të këqija. Një burim mjaft i mirë i fibrave. Sipas Departamentit të Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ngrënia e shegëve siguron 4 gram fibra për porcion. Kjo është gati 15% e marrjes së rekomanduar ditore të fibrave për të rriturit në rreth gjysmë filxhani. Burimi i mirë i vitaminës C. Shega është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës C. Gjysmë filxhani ofron rreth 9 mg vitaminë C, që është rreth 10% e vlerës së rekomanduar ditore për të rriturit. Burimi më i mirë i kaliumit. Në gjysmë filxhani ka 205 mg kalium dhe lëngu i trëndafilit të egër ka rreth 533 mg kalium për filxhan. Ndihmon në luftimin e inflamacionit. Studimet gjithashtu kanë treguar se konsumi i rregullt i lëngut të shegës mundet
që të zvogëlojë inflamacionin i cili është një pararendës i sëmundjeve të zemrës dhe i diabetit. Përveç uljes së presionit të gjakut dhe parandalimit të sëmundjeve të këqija, antioksidantët të zvogëlojnë edhe inflamacionin në trup, ndihmon në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Konsumi i lëngut të shegës gjithashtu ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Pacientët me probleme të zemrës të cilët pinin një gotë lëng trëndafilit të egër në ditë, ullë të ndjeshëm intensitetin dhe kohës gjatjen e dhimbjes së gjoksit. Ndihmon në përmirësimin e shëndetit të veshkave. Gurët në veshka munden që të shkaktojnë gjak në urinë, dhimbje të forta dhe gjithashtu probleme serioze me veshkat. Shega mundet gjithashtu të ndihmojë në parandalimin dhe në trajtimin e gurëve në veshka, pasi përmban fenole të cilat ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e gurëve në veshka, pasi përmban fenole fitofenole dietike antioksiduese të cilët janë gjetur efektiv në këtë problem shëndetësor. Ky superfrut lufton disa forma të sëmundjeve, lehtëson simptomat e osteoartritit dhe trajton problemet me stomakun. Ai gjithashtu është i pasur me shumë antioksidant, vitamina dhe njëkohësisht me minerale, të cilat përmirësojnë shëndetin e njeriut nga koka deri tek këmbët. Rekomandohet pirja një gote 250 ml shege çdo ditë për të pasur këto përfitime afatgjata. Disa përfitime që ju do të keni janë vitamina C. Lëngu i shegës së vetme ka vetëm më shumë se 40% të kërkesës tuaj ditore për vitaminë C. Vitamina C mund të prishet kur pasterizohet, prandaj zgjidhni lëngun e shegës në shtëpi ose të freskët për të përfituar sa më shumë lëndë ushqyese. Mbrojtje nga sëmundjet e Alzheimerit. Antioksidantët në lëng dhe gjithashtu përqendrimi i tyre i lartë besohet se pengojnë progresin e sëmundjes së Alzheimer dhe njëkohësisht mbrojnë edhe kujtesën. Tretja, lëngu i shegës mundet që të zvogëlojë inflamacionin në zorë dhe gjithashtu të përmirësojë tretjen tuaj. Mundet që të jetë i dobishëm edhe për njerëzit me sëmundjen e Crohn, kolit ulceroz dhe sëmundje të tjera inflamatore të zorrëve, ndërsa ka besime dhe kërkime kontradiktore nëse lëngu i shegës ndihmon ose përkeqëson diarren. Shumica e mjekëve rekomandojnë që ju ta shmangni këtë derisa ju të ndiheni më mirë dhe simptomat tuaja të qetësohen. Antiinflamator. Lëngu i shegës është një antiinflamator i fuqishëm për shkak të përqendrimit të lartë të antioksidantëve. Mundet të ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit në të gjithë trupin tuaj dhe në parandalimin e stresit oksidativ dhe të dëmtimit. Shega për artrit reumatoid. Flavonoidët në lëngun e shegës mund të ndihmojnë në bllokimin e inflamacionit që kontribon në artrozë dhe dëmtimin e kërcit. Lëngu aktualisht është duke u studiuar për efektet e tij të mundshme në osteoporozën, artritin reumatoid dhe llojet e tjera të artritit dhe inflamacionit të kyçeve. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.